Selam aleikum. Është pyetja që a është të lejuar martesa me vajza krishter? Përgjigja është që është të lejuar. Allahu xhallahu shanu na ka thënë në Kur'an wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Dhe vajzat ose gratë ndershëm nga njerëzit ahlul kitab. Kur themi ahlul kitab, krishter dhe jehud, njerëzit që mban Taurati dhe Injili. Edhe pse Taurati dhe Injili janë ndryshuara, nuk janë të eksakt e vërtet, por prap ato besojnë në ditën e gjykimit dhe profetët para Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Krishter besojnë deri në Musa alayhis salam, kurse Isa alayhis salam thonë biri i Zot. Kurse jehud besojnë deri në Musa alayhis salam. Dhe nëse besojnë ato, jo krishter me emër, edhe jehud me emër. Nëse është një jehud që beson në Tauretin e vet, edhe është një krishter që beson në Injilin e vet, çfarë Injili ka, atëherë është e lejuar me kështu lloj vajza martesa për një besimtar, por me kusht, vlezër, që nesër pas martesa feja këtë buri mash rrezikohet. Kuptimi është nuk duhet të martohemi në shtet krishter, ku pas martesa mburi ngelet peng në dorën grua. Edhe nesër familja kur lindet, familja behen krishter ose jehud. Që shalimi Allahu madhuar është që kur martohemi ne, linden familja musliman, lindet familja me fejen e baba, jo me fejen e mama, se bëhet sebab për shirk, se laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, që pas ardhja profeta alayhis salatu wassalam, edhe krishterë dhe jehud janë mushrik, janë mohues. Prandaj vetëm në këtë rast është lejuar kur vajza ose gra që ne martohemi nga krishter ose jehud, pas martesa mas rrezikon feja buri që ai ndryshohet edhe nesër bëhet krishter ose jehud. Ashtu mas rrezikohet feja familjeve. Familje që do linden nesër nuk do të dalin krishter dhe jehud, por do të dalin në feja e babin e vet, domethënë të dalin musliman. Atëherë është lejuar, vetëm Allahu madhruar është më e dituri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.